Ditën e sotme, më 29 nëntor, u përkujtua 81 vjetori i çlirimit të vendit në qytetin e Gjirokastrës. Drejtues të pushtetit vendor, veteran, familjar të dëshmorëve dhe qytetar morën pjesë në ceremoninë e zhvilluar pranë varrezave të dëshmorëve. Autoritetet vendosën kurora me lule dhe përcollën urimet e rastit në këtë ditë të rëndësishme historike për vendin. Si çdo 29 nëntor, ne nderojmë të rënët e atë dheut. Nderojmë ata bija dhe bija, jo edhe të Gjirokastrës, po të gjithë Shqipërisë, që nuk rysyen asgjë për këtë vend. Lavdi dëshmorëve, Ros Shqipëria, ta gëzojmë ditën e çlirimit. Gjithashtu të pranishëm në këtë ceremoni, antarët e shoqatës së veteranëve në Gjirokastër kanë përcjell mesazhet e tyre për këtë datë të shënuar për vendin. Gjirokastra në luftën e dytë botërore i dha historisë së saj po dhe të Shqipërisë një simbol të veçantë. Këtu në këto troje u krijuan batalionet dhe brigadat partizane të cilat luftuan jo vetëm për Shqipërinë, por deri në Jugosllavinë, në Vishegrad, në emër të Komitetit Kombëtar të Kryesisë. Përshëndes të gjithë veteranët dhe nderim e përulje në jetë të jetëve për ata që dhanë jetën. Luftë e dytë botërore të bukur trim maqëmore. I kemi kuror mbi krye në prelapidare yje. Nderim. Sot jemi në varrezat e dëshmorëve për të përkujtuar këta djemë dhe vajza që në luftën e dytë botërore derën gjakun për liri dhe pavarësi. Sot këta janë dëshmorë të atë dheut, krenaria e kombit shqiptar, i paruar qoftë kujtimi tyre. Në qytetin e Gjirokastrës janë të varrosur rreth 230 dëshmorë, nga të cilët 10 mbajnë titullin Heroj Popullit, të rënë në luftën antifashiste nacional çlirimtare.